Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama ndodhet në Kosovë, ku do të takojë presidenten e Kosovës zonjën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, vetëm një ditë para 17 shkurtit, ku do të ketë manifestime për pavarësinë e Kosovës, por do ketë edhe tubime lidhur me atë çfarë po ndodh në Hag. Për folur mbi këtë zhvillim, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin zotit Zaqe Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj për ftesën. Avokat, si e gjykoni këtë vizitë të zotit Rama në Kosovë dhe pse është kjo vizitë mbi të gjitha? Edi Rama thon një fjalë andej nga ne, po breth hu tani dhe nuk di ku të ndaloj. Që ka vajtur në Kosovë, nuk e dim çfarë agjende ka, është i ftuar apo ka vajtur me kërkesë të tija. Se ky me Kosovën e ka mbjell hudhra. Ky Albin Kurti nuk e takon kur. Ky Albin Kurti i ka kthyer krahët duke edhe ka vajtur e ka përqafuar Vučićin. Pra ky është anti-kosovar dhe anti-shqiptar. Se kuptoj Albin Kurti përse e pret. Megjithatë shpresoj që ta presë dhe t'i tregoj vendin. Avokat, besoni që mund të ketë ndonjë kompromis me Albin Kurtin për një qasje ndryshe ndaj gjyqit që po zhvillohet në Hag? Këtë nuk e di. Nuk e di sepse nuk di që mendon Albin Kurti, se s'ka dëgjuar në një intervistë ose në një prononcim lidhje me këtë çështje. A duhet ketë një koordinim të qëndrimit të Shqipërisë dhe Kosovës ndaj këtij gjyqi? Koordinim patjetër duhet të ketë, do të kishte, në qoftë se qeveria shqiptare dhe kryeministri shqiptar nuk do t'i shërbente Beogradit, por duke ditur që Edi Rama dhe partia e tij, që është krijesë e Beogradit, është kundër Kosovës, nuk besoj se do ketë ndonjë marrëveshje. Megjithatë, dhe të shpresojmë më të mirën. Unë nuk pres gjë nga kjo vizitë, ta dini, asgjë s'pres, sepse kam parasysh që Edi Rama ka ftuar dhe ka pritur dhe ka biseduar dhe bisedon dhe mban marrëdhënie të ngushta me Vučićin. Unë nuk pres ndonjë gjë të mirë. Megjithatë do shohim, do presim, do rrojmë, do shohim. Zoti Islami, a besoni që ka ardhur koha që të ketë një mendim ndryshe, po themi ndaj zhvillimeve që ndodhin në Hag dhe nesër është propozuar që të ketë një masivitet të shqiptarëve që marrin pjesë në Prishtinë, qoftë kjo edhe në formë demonstrative ndaj zhvillimeve që po ndodhin në gjyqin e Hagës? Lidhur me gjyqin e Hagës, ne kemi diskutuar një çështje bashk. Duhet që ju kam thënë të intervistoni krerë të lidhjes demokratike të Kosovës. Sepse nga lajmet e fundit që marrim, nga informacionet e fundit që kemi, nuk është aq i thjesht problemi i Hagës për të vajtur të bësh një demonstrat, një protest edhe u zgjidh problemi. Kemi të bëjmë me një gjykatë ndërkombëtare të miratuar nga vetë Kosova, nga vetë ish kryeministri presidenti Hashim Thaçi. Pra, tani kësa i thonë më vë prifte më rruan mjekrën, derisa u kërkuan që gjykata e Hagës, gjykata speciale kundër krimeve të luftës, të ngrihej dhe të organizohej dhe të fillonte procesin kundër kriminalëve të luftës, ne do presim edhe këtë gjyq të tyre, ashtu si kundër pritëm gjyqin e këtij të Ardhmërisë, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj, ashtu si kur kemi pritur dhe të tjerë që vajtën Fatmir Limaj, vajtën në gjykatën e Hagës, u gjykuan, u hetuan dhe u liruan se janë pafajshëm. Pra, do presim verdiktin zotëri, se ne gjykatën e duam kur është kundër armikut ton, po kur vemi vetë pa ditur pasaj, sikur s'na pëlqeka, jo kështu nuk është.
Avokat, ka pasur zhvillime në Tiranë lidhur dhe me një ndryshim që i ka bërë mazhoranca Nenit në kodin e procedurës penale, ku kërkon që të mos pezullohet ministri, apo kryeministri, apo presidenti i Republikës, apo avokati i popullit nga gjykata e posaçme. E madje zoti Rama deklaroi që Belinda Balluku më ka kërkuar 3 herë dorëheqjen, domethënë Belinda Balluku ka paraqitur 3 herë dorëheqjen dhe nuk ja kam miratuar, dhe ai tha që unë do e miratoj dorëheqjen e Belinda Ballukut kur të piqen kushtet. Ç'ne ky vendim i zotit Rama? Dëgjoj. Që të besosh Edi Ramën, do të thotë që të besosh një prostitut kur thotë jam e virgjër. Zotri, Edi Rama është një mashtrues klasik dhe di vetëm të gënjej, të mashtrojë, të mos thotë asnjëherë të vërtetën. Në këtë rast, Edi Rama kërkon me çdo kusht që të rivendosi diktaturën e Enver Hoxhës me qëllim që udhëheqja të mbetet e paprekur. Po Edi Rama ka të drejtë që bën kështu, se s'ka opozitë Edi Rama, se opozita nuk e ngre popullin këmbë të vejtë zërfrymën të kryeministria, po e nxjerr atje për të hedhur ca bomba molotov, për të përvluar këmbët edhe e policëve të shkret që zbatojnë ligjin kushtetues për mbrojtjen e rendit dhe të qetësisë, dhe nuk vete që të blokoj të mos vejnë zyrë, se janë bashk, hanë bashk, pinë bashk, vjedhin bashk, edhe vrasin bashk. Tani problemi është këtu, kjo që kërkon të bëj Edi Rama, nuk është gjë tjetër veçse një grush shteti, veçse një rivendosje me ligj e diktaturës, është rivendosje me ligj e diktaturës fashiste, naziste, izraelite, çfarë të duash quaje. Edi Rama kërkon me çdo kusht që të mbaj pushtetin duke qenë edhe i vetëm. Pra, të ndryshime që do që të bëj Edi Rama në kodin penal janë antikushtetuese, janë antidemokratike, janë antinjerëzore, sepse këto ndryshime i lën dorë të lirë kryeministrit shqiptar, krye hajdutit, se s'është më kryeministri, është krye hajdut, që të vjedhë dhe të mos jap llogari, të mos përgjigjet, të mos akuzohet, mos e prek njeri fare, duke qenë se dhe pushtetin ai e mban me vota të vjedhura, siç e ka marrë deri më sot, dhe na ruat e motre burrit. Ndaj themi që s'ka opozitë, se opozitë kështu ka si punë dashulës, se dhe ai opozitar që dashula edhe vajti në origjinë, sepse spionët që Partia Komuniste Shqiptare e punës së Shqipërisë, edhe tjera epitete emra që ka vënë, spionët i nxjerr atëherë kur i duhen. Komunistët shqiptarë nxjerrin tani spion të tillë që indirekt çojnë ujë në mullinë e Edi Ramës, duke i thënë qytetarëve shqiptarë rrini të qetë, do t'u kthenin pronat, do t'u marrim të tëra këtyre hajdutëve, do hani me lugë Floriri, ato që thoshin në 45-ën, dhe shqiptarët janë mbaruar, shqiptarët janë të dënuar. Shqiptarët janë të dënuar nga një diktaturë dhe nga një diktator i poshtër pështir, siç është Edi Rama dhe lakejtë e tyre e tij, dhe ata që e ndihmojnë indirekt siç po ndihmojnë dhe kujtojnë se ne hambar, jo ne nuk hambar. Ne shikojmë kush e ndihmon Edi Ramën, ne shikojmë ujë në mullin e kujt çojnë ato dalje të përditshme, duke u thënë shqiptarëve rrini të qetë se do bëhet më e mira, dhe Edi Rama tani aq mirë po e bën më të mirë sa kërkon të ndryshojë dhe ligjin. Të shohim këta mbrojtësit e Edi Ramës, këta agentët, do ta kundërshtojnë këtë lëvizjet e Edi Ramës dhe çfarë kanë dorë të bëjnë, se po shoh që flasin duke bluar ujin hava, se gjë dorë s'kan. Pra Edi Rama po rivendos diktaturën. Dhe diktatura kuptohet duke dhe reagim, dhe reakcion. Dhe reagimi mendoj që do jetë shumë i ashpër. Avokat, megjithatë, zoti Rama deklaroi që ka marrë një ftesë nga Donald Trump, ku do të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me bordin e paqes. Pra, si mund të ftohet një diktator, siç e thoni ju, të shkojë në shtëpinë e bardhë? Kush tha që e ka ftuar? Gënjen. Zoti Rama deklaroi që ka marrë ftesë. Ta publikoj ftesën. Posh burr. S'ka ftesë, gënjen.
Gënjen, mor, gënjen. Ore është mashtrues klasik, mor, është mashtrues i pa skrupulla, ai s'ka fytyrë. Ai për çdo ditë Avokat, nuk besoj që kryeministri Rama mund të gënjej lidhur me një gjë kaq të madhe sa që është një ftesë që mund t'i ketë ardhur nga Donald Trump. Pra është një gjë shumë e madhe që ai të gënjej, besoj. Po gënjesh rasa me madhe tjeta që më kollaj besohet ka thënë Gebel, si se diti? Si se ditë ke këtë gjë? Por nuk e thonë Donald Trump e Edi Ramën, i qeni nga mendja. Jo, mor, jo, ai man me ampula, me aspirina, mban akoma pushtetin tek njerëzit e tij, që do të thënë të mos e braktisin. Se po e braktisin, 2-3 veta e kanë dhënë dorëheqjen, prit se do japin edhe të tjerë. Se po mbytet varka e Edi Ramës, ka marru i thellë shumë. Le paska ftruar Donald Trumpi. Që të ftoj Edi Rama, Edi Ramën, Donald Trumpi do thotë që Amerika po na tradhton, po na lë, jo po na tradhton, po na lë për herë të dytë në mëshirë të komunistëve. E bëri këtë në 45-46-ën, që troqi ambasadën, do ta bëj dhe tani, po e bëri dhe ta bëj, ajo është superfuqine, nuk kemi që bëjmë, por unë nuk do ta besoj kurrë dhe kurrës që Donald Trumpi të thrasi një sharlatan si ky, duke parë që ky po bën ligje që të mbroj ato vjedhjet e tija. Si mund ta mbroj, si mund ta ftoj Donald Trumpi, mos bëni kështu. Ore, nuk besohet ky njeri, mos e besoni u them dhe mos e thoni, mos e zini në gojë fare, është turp, ose ta botoj ta nxjerr në atë ftesën, ta shohim të tërë. Ta nxjerr ta shohim, dakord. Avokat, çfarë ndodh nëse zoti Rama shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shkon në shtëpinë e bardhë? A bien të gjitha pretendimet që ne kemi thënë deri tani? Nuk do vej në shtëpinë e bardhë. Nuk do vej. Zotërit kanë dalë fjalët e mia gjithmonë që i ke parasysh. Avokat, nëse ka një ftesë nga zoti Trump, nuk ka njeri që e ndalon zotin Rama tu thoj drejt Shtetit Bashkuara të Amerikës. Nuk ka ftesë nga Trumpi. Harroje, nuk ka ftesë, gënjen. Gënjen, ku ka gënjeshtar si ky, ky është. Ora ky çapaqur, ky gënjen tërë ditën e Perëndis, s'ka punë tjetër. Ai plasi vdiq për të vajtur në shtëpinë e bardhë, por nuk e qas njeri, as për ta mbyllur në nevojtore, jo më ta presën në zyrë. Avokat, faleminderit shumë, s'po të mbaj më shumë sepse je edhe në timon, të uroj rrugtim të mbar. Faleminderit, gjithashtu.